Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e fsheu shgënjimin pas humbjes së përfaqësueses serbe në ndeshjen ndaj Shqipërisë, që përfundoi me rezultatin 0-1. Kreu i shtetit serb gjatë një vizite në maternitetin e Beogradit mbajti një ligjërat të gjatë për tifozët, sportistët dhe në thelb për mentalitetin e vetë serbëve. Ekipi nuk ishte mirë, nuk luajtën mirë dhe humbën. Nga trishtimi s'munda të fle, jo nga zemërimi, tha Vučić. Por njerëzit menjëherë nisin të qortojnë, askush se pyet veten, çfarë kam bërë unë për përfaqësuesen time? Ata patën gjithçka, akomodimin, fluturimin charter, mbështetje, edhe shqiptarëve u dham çdo gjë që u duhej, por unë vetë nuk shkova në stadium, isha i lodhur, dhe më erdhi keq më vonë që s'isha atje të tregoja mbështetjen për flamurin tim. Vučić kritikoi ashpër tifozët serb për mungesën e mbështetjes dhe për mënyrën si i shndërrojnë çdo dështim sportiv në urrëtie. Ai kujtoi edhe rastet e tjera, si ndeshjen e basketbollit Serbi-Sloveni, ku sipas tij, më shumë rëndësi mori fshkëllima ndaj politikanëve se sa mbështetja për ekipin. E mbushëm arenën për basketboll, animator, lodhje, duke i bërë njerëzit të brohërisnin Serbia, por lajmi kryesor ishte fshkëllima ndaj Dodikut. Bravo mjeshtra, urime për mbështetjen tuaj, ju e urrejni edhe basketbollin edhe futbollin, në çdo ndeshje dëgjoj të njëjtat fjalë kundër meje, nuk ju pëlqen asgjë, as kur fitojmë, as kur humbim, u shpreh Vučić me ironi. Ai tha se problemi qëndron më thellë se futbolli, sipas tij në Serbi mbizotron klubizmi dhe urrejtja ndaj gjithkujt që përpiqej të bëjë diçka për vendin. Kur fitojnë i shpallim shpëtimtar, kur humbin i quajnë tradhtar, kështu bëjmë me të gjithë. I kemi varur në gojë edhe basketbollistët tanë, edhe Jokicin. Tani duam t'i varin futbollistët, por është kjo mënyra si mbështetet një komb përfaqësuesen e vet, shtoi presidenti serb. Vučić përmendi edhe episodin parandeshjes në Nish, kur një grup tifozësh kishte fishkëllyer futbollistët serb. Ata menduan se ishin shqiptarë, por në fakt ishin tanët. Bllokuesit tanë, dhe më pas ankohen pse tribunat ishin bosh. Ky është realiteti ynë, kritikët, urrëtia dhe asgjë. Asnjë përgjegjësi personale, presidenti serb e mbylli fjalinë me një reflektim vetjak. U mërzita me veten që s'isha në stadium, duhet të isha atje, të tregoja dashuri për flamurin ton. Ne dim vetëm të qortojmë, shikoni veten dhe pyetini, çfarë keni bërë ju për vendin tuaj? Keni ndërtuar diçka apo vetëm prisni që dikush tjetër t'ju sjellë diçka? Vetëm e shkatërroni atë që është juaja, deklaroi ai. Vučić përfundoi, duke u përpjekur të ngrejë moralin, por fjalimi i tij kishte ton më shumë reprimues se sa frymëzues. Unë e dua përfaqësuesen dhe më vjen keq që s'isha atje. Ne jemi mikpritësit, mund të lehet në botë për çdo ekip. Të gjithë din të bëjnë klube e drejtori, por askush s'don të jap 3 dinar për ekipin kombëtar. Kjo është tragjedia jonë. Reagimi Vučićit erdhi vetëm një ditë pas humbjes që tronditi Serbinë dhe ndezi rrjetet sociale. Ndeshja me Shqipërinë, e fituar nga Kuqezin me rezultatin 0-1, ishte më shumë se një përballje sportive për serbët. Ajo u kthye në një goditje emocionale, politike, dhe në vend që të gjej fajtorët në fushë, Vučići vendosi t'u tregojë gishtin vetë tifozëve të tij. Në thelb, fjalimi i tij ishte një mesazh për krizën e identitetit sportiv dhe shoqëror në Serbi. Shumë kritika, pak përkushtim, dhe siç e tha vetë ai, të gjithë din të urrejnë, por pak din të duan flamurin e vet.